Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Zbuloni se çfarë shkakton kafeja turke në organizëm, do befasoheni. Tani më e dim se kafeja ka vlera të pasvendësueshme shëndetësore. Kafeja ka mira minerale të ndryshme të cilat ndikojnë në përmirësimin e shëndetit tonë. Por a kishin menduar ndonjëherë se cila kafe është më e shëndetshme? Në shtëpinë tonë, kafeja turke është një nga shoqëruesit e përditshmërisë. Vetëm kur jemi në lëvizje, duhet të mjaftohemi me kafen ekspres. Madje, askujt nuk i ka shkuar në mendje për të zëvendësuar kafen turke me ndonjë lloj tjetër. A keni menduar ndonjëherë nëse merrni të njëjtat vlera kur pini një kafe ekspres si kur pini një kafe turke? E vërteta është se jo të gjitha llojet e kafes janë me të njëjtat vlera. Ndryshimet midis kafes turke dhe asaj ekspres janë të dukshme. Një kafe turke është ajo që ka përqendrimin më të lartë të vlerave të bimës së kafes, citon dhe El Said. Pasi përgatitja e saj ka një hap, bluarjen e kokrave të pjekura të kafes dhe zgjerrjen e tyre me ujë, ndërsa kafeja ekspres kalon në disa procese të tjera. Ndryshimi i parë është koha e pjekjes së kokrave të kafes. Kokrat e kafes ekspres piqen më gjatë dhe më pas shtypen dhe siten për të prodhuar kokriza në madhësinë e rërës. Më pas, përgatitja në makinerinë e ekspresit bën të mundur largimin e dy mineraleve që ndodhen te kafeja, kafestoli dhe kaevoli, dy minerale yndyrore të cilat gjenden te bima e kafes, të cilat janë po aq të rëndësishme sa dhe antioksidantët. Por kush nuk duhet të konsumojë kafen turke? Për njerëzit që vuajnë nga kolesteroli i lartë ose ata që kanë në familjen e tyre raste të sëmundjeve të zemrës, këto dy minerale janë vërtet të dëmshme. Studimet e fundit kanë vërtetuar se këto dy substanca te personat që vuajnë nga kolesteroli i lartë rrisin dukshëm rrezikun e bllokimit të arterieve, duke përkeqësuar edhe shëndetin e zemrës pasi ajo nuk furnizon me gjakun e nevojshëm. Pirja e kafes turke te këta persona arrit dukshëm nivelin e kolesterolit me 10%. Duke qenë se kafeja turke përmban 7.2 milion të kafestolit dhe 5.4 të kaevolit, ndërkohë që kafeja ekspres përmban vetëm 1 miligram nga këto substanca. Kjo për ekspertët është një dhënë e dobishme pasi tregon se njerëzit që vuajnë nga kolesteroli duhet të konsumojnë më mirë kafen ekspres pa e tepruar. Për njerëzit të cilët nuk kanë probleme, kafeja turke nuk përbën asnjë rrezik për shëndetin e tyre. Kafeja është një nga gjërat e para që u vjen ndërmend sapo zgjoheni në mëngjes, por ajo përmban gjithashtu antioksidant dhe substanca të tjera aktive të cilat mundet të reduktojnë inflamacionin e të brendshëm dhe të reduktojnë një sër komplikacionesh të trupit, citojnë ekspertët e Healthline. Por cilat janë efektet kryesore të pirjes së kafes dhe vlerat pozitive të saj në shëndetin tuaj? Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim disa nga vlerat më të mira që do të marrë organizmi juaj nga konsumi i kafes. Kafeja mund t'ju bëjë që të jetoni më gjatë. Studimet e kohëve të fundit kanë zbuluar se konsumi i kafes ka më pak gjasa që të ndikojë në humbjen e shëndetit tuaj nga disa shkaqe kryesore siç mund të jenë sëmundjet koronare të zemrës, goditja në tru, diabeti dhe sëmundjet të veshkave, të cilat do të ndikojnë më pak në gjendjen tuaj shëndetësore. Trupi juaj do të përpunojë glukozën më mirë. Kjo është teoria pas studimeve që nxorën njerëzit që pinë më shumë se 2 kafe në ditë kanë më pak gjasa që të preken nga problemet e diabetit të tipit 2. Ka më pak mundësi që të zhvilloni insuficiencë kardiake. Pirja e 1 deri në 2 filxhan kafe në ditë mund të ndihmojë që të ruheni nga insuficienca kardiake, kur një zemër e dobësuar e ka vështirësinë më të madhe të pompojë gjakun e mjaftueshëm drejt trupit, citon dhe Healthline. Ka më pak mundësi që të prekeni nga sëmundjet e Parkinsonit. Kafeja jo vetëm që lidhet me shanset më të ulta për zhvillimin e sëmundjeve të Parkinsonit, por mund të ndihmojë gjithashtu edhe personat që ta mbajnë më nën kontroll edhe shëndetin e tyre. Mëlçia do ju falenderojë me konsumin e kafes. Si kafeja pa kafeinë dhe ajo me kafeinë duhet të kenë efekte pozitive në shëndetin e mëlçitës suaj. Studimet tregojnë se konsumuesit e kafes kanë më pak mundësi që të kenë nivelet e enzimave të dëmshme në mëlçi se sa personat që nuk e konsumojnë atë. ADN-ja juaj do të jetë më e fortë.
Kafeja e pjekur e errët ul thyerjen e fijeve të ADN-s që ndodhen në mënyrë të natyrshme që mund të çojnë në zhvillimin e problemeve të ndryshme dhe komplikacioneve të shëndetit, citojnë ekspertët dhe Elsajt. Gjasat për t'u prekur nga probleme të zorrës së trashë do të ulen ndjeshëm te personat që konsumojnë të paktën një filxhan kafe çdo ditë. 1 në 23 gra zhvillon probleme të kolonit, por studiuesit kanë zbuluar se konsumuesit e kafes kishin 26% më pak gjasa që t'u ndodhte kjo. Do të ulë riskun për t'u prekur nga sëmundja e Alzheimerit. Pothuajse 2/3 e amerikanëve që jetojnë me Alzheimer janë në gra. Por kafeina në 2 filxhan kafeje në ditë mundet gjithashtu të stimulojë dhe mbrojtjen e zhvillimit tuaj kundër kësaj sëmundje. Po pavarësisht këtyre përfitimeve, ekspertët këshillojnë vazhdimisht që kafen të mos e teproni vazhdimisht në dietën tuaj. 1 deri në 2 filxhan kafe në ditë janë më së të mjaftueshme për të marrë këto përfitime, dhe mbi të gjitha, ekspertët vazhdimisht këshillojnë që kafen të mos e konsumoni asesi me stomakun bosh, pasi mund të ndikojë gjithashtu edhe në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Kafeja është e sigurt të konsumohet brenda normës. Teprimi i saj në shëndet mund të lidhet gjithashtu me efektet anësore. Kafeja, si pjesë e dietës së shumicës së personave, mund të jetë një nga zgjidhjet më të mira për të marrë përfitime unike në dobi të shëndetit tuaj. Sipas Health.com do ju sjellim disa të mira shëndetësore që i ndodhin organizmit nga konsumi i përditshëm i kësaj pije. Ajo përmban antioksidant të larmishëm për mbrojtjen e organizmit. Kafeja është burimi i mirë i antioksidantëve në dietën amerikane për të ndihmuar në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Mund të mbrojë kundër diabetit të tipit 2. Ata të cilët konsumojnë kafe mund të rrezikohen më pak nga problemet dhe luhatit e sheqerit të diabetit të tipit 2. Është e lidhur me jetëgjatësinë. Konsumi i kafes është i lidhur me jetëgjatësinë. Mund të mbrojë qelizat e trurit. Konsumi i rregullt i kafes mund të ulë rrezikun e sëmundjeve të Parkinsonit. Nxit ushtrimet më të rregullta dhe nxit gjithashtu edhe performancën atletike. Kafeja mund të rrisë performancën tuaj atletike. Nëse doni të keni më shumë fuqi në atletik, duhet të konsumoni një kafe përpara se të merrni edhe hapin drejt ushtrimeve. Mund të mbrojë shëndetin e mëlçisë. Konsumi i kafes mund të ulë rrezikun e enzimave të qarkullimit të mëlçisë nga problemet e rënda të saj. Ndaj edhe efektet e saj do të jenë të larmishme për mbrojtjen e shëndetit tuaj dhe parandalimin e një sër komplikacioneve. Kafeja pëlqehet nga miliona njerëz në të gjithë botën, dhe kjo për shkak të shijes dhe vlerave të saj që ka edhe në rritjen e aftësive të trupit dhe parandalimin e rënies së energjisë. Megjithatë, ajo mundet edhe të shkaktojë disa efekte të ndryshme të padëshiruara. Ajo i jep kafes edhe një shije tipike përtej përfitimeve të ndryshme. Por në disa raste kafen nuk duhet ta konsumoni. Në këtë video, përveç vlerave që kafeja ofron, do të tregojmë edhe rastet kur duhet të hiqni dorë nga konsumi i kafes. Nëse keni refluks të acidit, nuk duhet të konsumoni kafe. Stomaku është një mjedis i cili për shkak të kafes që përmban acid, mund të rritet gjithashtu dhe aciditeti dhe të shkaktojë edhe përkeqësime të shëndetit tuaj. Ekspertët këshillojnë që nëse vuani gjithashtu edhe nga probleme të ndryshme të shëndetit, nuk duhet të konsumoni kafe, sidomos nëse vuani nga refluksi i acidit, pasi mund të shkaktojë edhe simptoma gastrointestinale si urthi, refluksi dhe fryrje. Kafe nuk duhet ta pini asesi me stomakun bosh. Shumë njerëz sapo zgjohen i drejtohen menjëherë filxhanit të kafes. Kafeja, duke qenë acidike, kur konsumohet me stomakun bosh, mund të irritojë mukozën e stomakut dhe të shkaktojë të përzjera. Gjithashtu, kafeina stimulon sekretimin e acidit gastrik, një lëng tretës që ndihmon në shpërbërjen e ushqimit. Kjo shkakton shqetësime në stomak dhe probleme me aftësinë krijuese. Nëse vuani nga probleme të fryrjes ose edhe keni intolerancë, nuk duhet të konsumoni kafe. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tu.